Absolutisht një prej vendeve dhe cepit më të dashur të Regjinës për të shijuar momente fantastike e për të freskuar me koktejlet më të mira që për fatin tuaj të mirë i bën ky djali që quhet Enrik, edhe të gjithja përmendin emrin. Enrik, mirë se gjej, kënaqësi. Shëndetje, si jeni? Mirë jemi ne, ti duhet të jesh edhe më mirë duke përgatitur gjatë gjithë kohës pije të bukura, a është më tepër kur ka një çik alkool, njerëz lumtur. Normale. Tani sa vite ke që je bartender? Tere, unë kam filluar punë në moshën 16 vjeçare, tani jam 23, që i bie 7 vite. 7 vite? Po. 7 vite eksperiencë si bartender. Çfarë të pëlqen më shumë tek puna jote? Duhet të jesh mendoj pak kreativ, duhet të jesh i shkakët, i zoti. Pëlqen të merre me klientët, Pse? ti kënaq klientët me pijet e mia. Edhe më pëlqen puna që bëj sepse është pasion për mua. Është pasion yti. Po. Këtu te Regjina ke vitin e sa që punon? Viti 3 që jam te ky hotel. Viti i 3. Po. Cilët janë klientët e tu të preferuar? Normale që janë shqiptarët. Shqiptarët. Po. Po me kërkesa, kush ka më kërkesa të çuditshme për shembull? Shqiptarët janë ata që kanë kërkesa të çuditshme. Ha më thuaj një herë, cila është një kërkesë e çuditshme për ty për shembull? Po, si për shembull, Për shembull, diçka me raki, për shembull, e fusin rakin gjithandej apo jo? po e fusin, sidomos të huajt e kanë shumë qef raki. Oh? Po. Atëre shqiptarët kanë qef që t'i përzejnë alkoolet, dhe sepse unë i këshilloj që mos t'i përzejnë, po prap ata Nuk marrin vesh, nuk marrin vesh. Jo. Po, mendon ti që i ka bërë rakia të fortë dhe nuk i gjen gjë? Kjo është interesante. Mendoj se po. Çfarë ke ti pijen tënde që e ke të masterizuar? Pra, me atë Enriku nuk do ka bënte kurrë më tepër nëse do bënte një vajzë që dëshiroj me të ose ka bërë, do t'ishte ajo pije. Pra aty ti a shëllon gjithmonë. Tere kam recetat e mia, do me thonë që i kënaq klientët gjithmonë. Janë recetat e mia që Janë sekrete këta? po pra i kam shpikur vetë. Enrik, ti je çun Vlore? Po, Tani çunat e Vlorës çik të fort janë. normale. Ja, këtu të dola, në pikën e dobët. Shokët tu janë atje që të mbështesin shumë. Edhe ka qenë familja, shoqëria njerëzit supportues që ti ishe një bartender i mirë. Nëse pasi se do jesh me lokalet e tua atje, dinë. Normale. Aha. Familja gjithmonë ka qenë një shtyt shumë e fortë për mua. Banakiri ose bartenderi ose njeriu që krijon pije ose talenti, a paguhet? I paguar ti shumë mirë? Paguhet. Unë për veten time jam shumë i kënaqur me kjo punë. Një Ka knashur. një pagesë shumë të mirë. Shumë të mirë për tregun, ë? Po. Pra ty je një 23 vjeçar që ka gjetur drejtimin e tij në jetë. Kjo është shumë e mirë. Tani, tek ai drejtim do të shkojmë. Sepse çfarë nuk na ke mbushur këtu? Kemi mente për Hugo, që është dhe pija ime e preferuar në verë dhe jo vetëm. Edhe mente e freskët qenka, lajm. Lajmi është një ndër Sa tonelata lajm harxohet tu në Regjina në verë? shumë fare. Ashtu ë? Çfarë jep lajmi Lajmi pijes? jep aftësinë pijes. Edhe freski. Normal. Tani çfarë do na bësh ti diçka shumë speciale? Atëre do ta nisim në fillim me një kajpiroska strawberry. Aha. Është një pije klasike që Cila është pija më klasike që shqiptarët vdesin, që nuk e heqin asnjëherë nga dëshira? shqiptarët duan të pinë zakonisht pije Të thjeshta? të thjeshta, po si ndahen kur klasikës. Gin tonic? Gin tonic, Aperol Spritz, vodka sour, Hugo Spritz, Ose Negroni. Hugo ja, dëgjoj, Hugo nuk është daj shumë e famshme kudo, në Bregdet, dakord, po. Në shumë vende për shembull ka që nuk e bëjnë ende. Aperoli po, është më i famshëm. Aperoli dhe Hugo janë të dy koktele që janë spritz. Me spritz, që japin aperitiv quhen që japin të hapin oreksin, me të thonë. Po pra, i pinë italianët në orën 5-6, 7, përpara se të shkojnë të darka atyre e gjatë. Tani çfarë është kjo? Atëherë këtu kemi një kajpiroska me strawberry, lime,
lule shtrydhe edhe vodka. Është një pije e thjesht edhe shumë e mirë. Cila është pija më e shtrenjtë që bëhet këtu? Është kokteli special Regina. Çfarë ka në konsistencë? Është, do me thë, specialiteti barmenit. Joti? Po. Wow, tani, ka ndonjë ingredient sekretari, apo vjen të gjitha? I ka ja 2 ingredient sekret që nuk i tregoj normale. Mos i trego, ruaj recetën. Një ditë do ta shes së shtrenjtë. Okej. Tere ku është kokteli i parë. Ua, po shumë i thjesht ky Enrik, këto e kisha bërë dhe unë. Gëzuar. Është një koktel veror që jep freski shumë. Çfarë alkooli kishte ky? Vodka. Vodka. Është i fortë apo? Jo, është i lehtë, kokteli i lehtë. Kështu, si koktel gocash duket. Po. I ndan ti Kokteli kështu ëmbël. koktel gocash, koktel çunash? Normale. I ndan, ë? Mirë, gëzuar. Enriku do të vazhdoj të bëj koktelet e tjera fantastike dhe aq më tepër gjithë ata që i shijojnë edhe me muzikën e mirë të DJ Adit atje, sapo nata bie, atmosfera këtu bëhet e jashtëzakonshme. Të bëjmë mirë.